Good morning and let me Mirëmëngjesi. tell you that Më lini t'ju them was a bit concerned when I entered që the isha pak i shqetësuar kur hyra në sallë, AM and you were all sepse here, ora 9 dhe ju të gjithë jeni këtu. which may mean that you didn't have a long Që night mund të last nën night. kuptoj që nuk e keni patur të gjatë natën mbrëm, Previous conference, siç ndodhi me konferencën e kaluar në të njëjtën sallë. when I came I found Kur- no one, Kur erdha, nuk gjeta asnjë, but maybe por ndoshta it's also a good sign because kjo është edhe shenjë e mirë, covering risks. sepse të mbulosh rreziqe, duhet patjetër që të flini gjithmonë mirë. Faleminderit shumë që jeni And këtu. I hope my outfit shows Dhe how shpresoj që seriously I veshja take ime this t'ju speech. tregoj se sa seriozisht e ka marrë këtë fjalim. And I was very delighted to see again in Tirana the master of Në fakt isha shumë i kënaqur të shoh sërish në Tiranë drejtuesin e ceremonisë Ari Aslan, mikun tim të dashur tërk që ndodh që është gjerman, with whom we me të cilin share joyfully stages, but in this ndajmë gzimplot skenat, por në këtë rast thjesht më duhet të flas vetëm e shpresoj që nuk do t'jemi case, mërzitshëm. while trying to cover Ndërkohë që aspects of përpiqem të mbuloj aspektet të struggle detejave tuaja të përditshme në një botë more and more in risk. që sa vjen e And in a është time when në we find rrezik ourselves e në një kohë ku e gjejmë veten surrounded të rrethuar by more risks nga and boundaries. më shumë rreziqe se sa kufi. Cyber threats, Ndryshimi i klimës, kërcënimet kibernetike global market fluctuations, dhe luhatjet e tregjeve globale janë sfida që na ndikojnë të gjithëve and demand for dhe që kërkojnë prej nesh innovative and inclusive solutions. zgjidhje novatore dhe gjithëpërfshirëse. The trouble is that the window Problemi of është që meeting global climate dritarja targets is për të closing very, përmbushur very fast. objektivat e klimës po mbyllet me shumë shpejtësi dhe pasojat e mosveprimit Shaping our po economy formsojnë tashmë ekonomitë tona very dear prices dhe for po our daily lives. imponojnë një kosto shumë të shtrenjtë në jetën tona të përditshme. Në këtë moment përcaktues është ta përmendsh që The insurance industry, industria e sigurimeve a tremendous challenge. është përballë një sfide të jashtëzakonshme It's in front dhe po kështu of very difficult choices. është përballë zgjedhjeve shumë të vështira në një përpjekje për të kthyer rrezikun në rezistencë dhe në siguri të And more, përbashkët. today's risks are E gjithmonë më tepër rreziqet e sotme janë thellësisht të ndërlidhura. Kërcënimet ndaj klimës që e njohonte pasiguritë financiare, ndërkohë që ndërhyrjet kibernetike ndërthuren me stabilitetin ton ekonomik dhe harmoninë shoqërore. can Ato also heighten ndërlidhje që nxisin rritjen mund të rrithin edhe dobësitë tona. Për siguruar një të ardhme të qëndrueshme, na duhet të përqafojmë një qasje tërësore ndaj rezistencës që merr në konsiderat morinë e sfidave me të cilat përballen familjet, bizneset e kombet. Për ekonomitë më të vogla, pasojat e këtyre rreziqeve globale janë të amplifikuara. Ndërkohë që përballemi me të njëjtat kërcënime si vendet e mëdha, shpesh na mungon rezistenca financiare, forca institucionale dhe mbulimi i nevojshëm i sigurimeve që ti përballojmë ato. Vitet e fundit na kanë treguar se sa shpejt mund të trazojnë krizat ekonomikë tona, të ndikojnë vendet tona të punës, të sfidojnë shërbimet tona publike e të stresojnë komunitetet tona. Megjithatë, mes këtyre provave ka një mësim të fuqishëm. Ne mund të mos parashikojmë dot çdo katastrofë, por mund të fortifikohemi për të përballuar e për të rimëkëmbur. Të ndërtosh një rezistencë të tillë duhet një mendësi e ndryshme, proaktive. Në shumë vende ekzistojnë ende hendeshje domethënëse të mbulimit. Në rastin e Shqipërisë për shembull, pavarësisht përpjekjeve për një mbulim më të mirë,
Me sigurime, ende shumë familje e bizneset të vogla mbeten pa mbrojtje në nevojshme. Dëmi I katastrofave të tilla si përmbytjet, zjarret e tërmetet mund të fshihin vite punet mundimshme duke I lënë ata të pambrojtur të vuajnë më gjatë e të investojnë shumë më pak në të ardhmet e tyre. Rruga përpara është e qartë. Na duhet të zgjerojmë rrjetet tona të sigurisë për të përfshirë më shumë individ, sektor e lloje rreziqesh, e të sigurohemi që këto zgjidhje të jenë të mundshme për të marrë nga gjithkush. Po, natyrisht, aq sa është e qartë, po aq është më e lehtë kjo rrugë për të thënë e për të parë se sa për të ndërtuar. Po ndërkohë ana e pozitive e kësaj tabloje të zymt është që ka zgjidhje që po dalin, platformat digjitale po na fuqizojnë që të zgjerojmë shtrirjen tonë, sidomos te komunitetet e nënshërbyera me një fraksion të kostos së mëparshme. Evoluimi I vazhdueshëm digjital që po kalojmë synon të krijojë tregje më efikase, më të aksesueshme për sigurimet. Edukimi I qytetarëve tanë për me dije financiare do t'i ndihmojë që të shohin sigurimet si një pjesë thelbësore e jetës tyre dhe si një investim në të ardhmet e tyre. Strategjisë novatore të sigurimeve ofrojnë premtimin e rezistencës për të gjithë. Nisma si mikrosigurimet mund të ndihmojnë me zgjerimin e mbulimit për të përfshirë bizneset e vogla dhe individët me të ardhurat të ulta, duke lidhur ngushtë sigurinë shoqërore me zgjidhjet e orientuara nga tregu. Kur bëhet me sukses, sigurimi gjithëpërfshirës jo vetëm që ofron siguri, por I përcakton rolet qeveritare nga të qenit thjesht frenuese te të qenit mbështetëse proaktive që nxisin gatishmërinë e rimëkëmbje. Së bashku ne mund të amplifikojmë ndikimin ton përmes bashkëpunimit rajonal sigurisht. Rreziqet nuk mbeten brenda kufive. E gjithmonë e më pak ndodh kështu kësaj, as strategjitë tona nuk duhet kufizohen. Duke mbledhur bashkë burime, duke ndarë pikpamje, duke harmonizuar politikat midis vendeve, ndërtojmë një përgjigje më të fortë ndaj krizave. Ndërkohë që e bëjmë më të lehtë për tregjet e vogla të angazhohen me sigurimet dhe investimet ndërkombëtare. Një qasje e mirë koordinuar ndaj ndarjes riskut, sidomos përmes qeverisë dhe partneriteteve me sigurimet, si katastrofat kombëtare, politikat për katastrofat kombëtare, apo risigurimet përqendruar në bujqësi, sjellin si rezultat zgjerimin e mbulimit, uljen e primeve dhe përshpejton proceset e rimëkëmbjes. Legjislacioni I BE-s për shërbimet financiare ka evoluar thellësisht. Harmonizimi me të nuk është thjesht një proces teknik, por po kështu një platformë për të ndërtuar besim, rezistencë e gjithëpërfshirje në sistemin ton financiar. Përparimi është tashmë I dukshëm, siç theksohet edhe në raportin e fundit progresit të Komisionit Evropian, modernizimi I mbikëqyrjes të sigurimeve në Shqipëri dhe harmonizimi gradual me standardet e BE-s shënojnë një hap të rëndësishëm drejt një sistemi më të sigurt e të integruar financiar. Përpjekjet modernizuese në Shqipëri çelin rrugën një rrjeti më të sigurt e të integruar financiar. Përfshirja e sigurimit në politikat tona publike duke e lidhur me rezistencën klimaterike, bujqësinë, infrastrukturën dhe rrjetet e sigurisë sociale do të përmirësojnë jashtëzakonisht qasjen tonë dhe financimit të rrezikut nga katastrofat. Një strategji gjithëpërfshirëse që bën bashkë sigurimet, fondet rezervë dhe buxhetimin mund të zbutë në mënyrë të jashtëzakonshme rreziqet fiskale nga katastrofat natyrore. Për më tepër, orientimi I sistemeve tona financiare drejt praktikave të gjelbra, më të gjelbra është jetike. Zhvillimi I taksonomive të gjelbrave do të orientojë burimet drejt nismave që forcojnë zbutjen e rrezikut mjedisor dhe përshtatjen me klimën, duke siguruar që rritja e sotme të mos komprometojë rezistencën e së nesërmes.
Të nderuar miq, zonja e zotërinj, sfidat përpara nesh janë të pamata, por po kështu janë edhe mundësitë. Së bashku përmes inovacionit, bashkëpunimit dhe angazhimit, ne mund të transformojmë pasigurinë në rezistencë dhe kompleksitetin në forcë, edhe krizën në mundësi të reja. Kjo është gjithmonë më tepër botë e guximtarëve dhe është një moment kur zgjedhja nuk mund të jetë më e qartë. O të ecim përpara në rrugtimin e inercisë, të mbyllim sytë përpara icebergut, përpara se icebergu të na fundos të gjithëve, apo të jemi të guximshëm, të jemi krijues e të bashkuar për të çelur një shtek të ri që do të na shpëtojë të gjithëve. Ajo që ka është me interes në botën e sotme është se askush nuk mund ta shpëtoj veten apo kombin e tij i vetëm, ose të gjitha kombet do të bëhen bashkë për shpëtuar njerëzimin, ose njerëzimi do të shkojë në ferr me të gjitha kombet së bashku. Është shumë e thjeshtë. Ndërkohë, sidoqoftë, ka diçka shumë të rëndësishme për të mos u harruar kur jeni në Tiranë. Të ndani në mënyrë shumë racionale kohën midis sallet e errët dhe diellin që ju pret jashtë. Kështu që ju lutem, shijojeni konferencën, por mos harroni të shijoni qytetin ton të mrekullueshëm dhe t'i merrni më të mirën mikpritjes son kaq bujarisht brutale. Faleminderit shumë.